Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Këshilli i lartë i prokurorisë vendosi se për drejtorin e Byros Kombëtare të Hetimit do të votohet më 9 dhjetor ora 11. Mbledhja e KLP-s u mbajt me dyert të mbyllura dhe në prani të përfaqësuesve amerikan të Update. Pavarësisht se 3 prokurorët Altin Dumani dhe Arben Kraja me vot kundër Behar Dibrën kanë propozuar Jon Ketën për drejtorin e ri të BKH-s, antarët përpara se të votojnë do shqyrtojnë pikët që kanë marrë gjatë garës edhe të tjerët si dhe kushtet formale. 37 vjeçari Keta i kaloi të gjitha pengesat e garës për në Byron Kombëtare të Hetimit. Drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit Mirlinda Karçanaj sot u paraqit në SPAK. Prania e Karçanajt lidhet me një hetim të prokurorisë së posaçme mbi disa procedura tenderuese të institucionit që drejton. Mësohet se hetimi për AKSH-in ka derivuar nga një tjetër hetim i strukturës së posaçme. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha komentoi takimet që ish deputeti Ervin Saliani ka nisur të zhvillojë me disa figura demokrate që dolën fitues në primare dhe mbetën jashtë listave të kandidatëve për deputet në zgjedhjet e 11 majit. Sipas liderit të Selis Blu, çdo aktivitet i zhvilluar jashtë strukturave dhe forumeve të partisë është tërësisht privat. Asnjë aktivitet jashtë forumeve të PD-s nuk mund të ketë ndikimin më të vogël në PD. Çdo aktivitet jashtë forumeve të PD-s është strikt privat pa asnjë lidhje me Partinë Demokratike. Janë në funksion të këtij apo atij interesi, kjo mbetet për tu pa. Por Partia Demokratike nuk mund të ketë, ne kemi forume. Kush del jashtë forumeve del, nuk I përfil forumet e punëtyrë, zgjedhja e tij. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Policia vuri në pranga një tjetër person të dyshuar për përfshirjen e ekzekutimin e biznesmenit Edmond Mahalla, I njohur si Edmond Hyka në Elbasan më 30 nëntor. Arrestimi u krye në Prenjas, ku u kap 33 vjeçari Nevzat Spau, person me precedent penal, I cili sipas hetimeve paraprake dyshohet se ka qenë ekzekutori me armë zjarri 43 vjeçarit. Burime nga grupi hetimor bujnë me dije se kapja e Spahos është rezultat disa orësh ndjekje dhe verifikimesh të kryera nga strukturat e policisë së shtetit, të cilat po punojnë për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Arrestimi I tij pritet të hedhë më shumë dritë mbi motivin dhe rolin e secilit prej të dyshuarve. Top Albania Radio. Për të katërtën ditë radhas I Greqia vijon të paralizohet nga protestat e fermerëve. Ata kanë bllokuar akset kombëtare në orare të ndryshme mes tyre dhe KKV Janin. Sot u njoftua për një tjetër bllokim që nis prej orës 19 deri në një njoftim të dytë. Do të lejohen të qarkullojnë vetëm automjetet me urgjenca shëndetësore. Policia kufitare e KKV-s kërkon mirëkuptimin e qytetarëve që udhëtojnë me mjetet e tyre si dhe me autobus, duke I sugjeruar të planifikojnë udhëtime me automjete në orare të tjera të ditës. Po ashtu mësohet se fermerët grek janë të vendosur të vijojnë protestën deri më 5 dhjetor, duke mbajtur të bllokuar akse të rëndësishme rrugore, porte e pika doganore. Lajme nga rajoni. Në diskutimet në Komitetin për Politikë të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve të SBA-s, u bë thirrje administratës Trump të angazhohet më shumë në Ballkanin Perëndimor për të stabilizuar rajonin, duke vlerësuar se Rusia përmes Serbisë është faktori kryesor për destabilizim. Zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë shpreh keqardhje për vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë për të mos e certifikuar listën serbe për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Reaguan edhe Shtetet e Bashkuara që e konsideruan si përçarës. Lajme nga bota. Zyra e prokurorit publik evropian ngriti akuzë ndaj shefes së diplomacisë europiane Federica Mogherini dhe 2 zyrtarëve për mashtrim në prokurime e korrupsion, si dhe për konflikt interesi e shkelje të sekretit profesional. Prokuroria e la në gjendje të lirë Mogherinin, aktualisht rektore e Kolegjit të Evropës. 5 orë negociata mes presidentit rus Putin dhe përfaqësuesve të lartë amerikan nuk sollën përparim drejt një marrëveshje të mundshme paqeje për Ukrainën. Dje në Moskë, I dërguari I Washingtonit Steve Witkoff zhvilloi një takim të nivelit të lartë me Putinin për të gjetur rrugdalje nga konflikti I zgjatur në Ukrainë. Sipas këshilltarit të politikës së jashtme të presidentit rus Yuri Ushakov, bisedimet ishin të dobishme, konstruktive dhe shumë thelbësore, por nuk prodhuan një kompromis. Çështjet kryesore që pengojnë përparimin lidhen me kërkesat ruse që Ukraina të heqë dorë zyrtarisht nga synimi për antarësim në NATO e të dorëzojë territor në rajonin e Donbasit. Sport.
Java e 14 e Biznes Superiores luhet sot dhe nesër. 2 ndeshjet e para janë Teuta Afa Elbasani e Partizani Bylis që startojnë në orën 16:30 minuta. Në mbrëmjen në orën 19:30 minuta në Air Albania përballen Dinamo e Tirana. Nesër në 16:30 luajnë Vora Vllaznia dhe Egnatia Flamurtari. Shqetësime mbi kushtet e sigurisë, nuk zhvillohet ndeshja e javës së 14. Iliria Skënderbeu e programuar për të luajtur sot në orën 13:30 në stadiumin e Redi Maloku në Fushkruj. Në momentin e mbërritjes së ekipit të Skënderbeut në stadium mësohet se pati një incident mes lojtarëve dhe stafit të klubit Iliria, siç dyshohet deri në konfrontime fizike. Për shkak të këtyre rrethanave dhe problematikave të ngritura për sigurinë është vendosur që ndeshja të mos luhet. Çështja do të shqyrtohet nga komisionet juridike të Federatës Shqiptare të Futbollit, të cilat do të marrin vendimin përfundimtar lidhur me ndeshjen. Parashikimi i motit. Shërbimi meteorologjik ushtarak njofton edhe se në pjesën e dytë të ditës vendi ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti është kryesisht i vranët e meshira, në relievet të larta malore, verilindje, lindje, bie dëbor me intensitet të ulët. Temperaturat variojnë nga 3 në 18 gradë Celsius. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Erisilda Doko. Unë jam Edi Hallaçi. Kjo është Top Albania Radio.